Policia, për shembull, i shpalos dhanat, fotografinë e personave të kërkuar me qëllim të identifikimit dhe arrestimit të tij. Duhet që ato dhona mu publiku në mënyrë sa ma të vogël, ata qytetarë në mënyrë të drejt për drejt apo në mënyrë të tërthart, një ndikon në jetën e tyre. Qysh me vepru zotri Mustafa në rastet ku policia, për shembull, i shpalos dhanat, fotografinë e personave të kërkuar me qëllim të identifikimit dhe arrestimit të tij? Në fakt, ne me Policinë e Kosovës kemi një memorandum bashkëpunimi dhe këtë memorandum jem të në mënyrë të vazhdueshme të rrit, është Policia e Kosovës ato dhona i publikon me urdhër të prokurorit, por që në takimet që jem të i mojt, sepse thirrën në bazë ligjore, sepse është interes i publikut, por që duhet që ato dhona mu publiku në mënyrë sa ma të vogël. Po, ata nuk po kërkojnë mas nej, që ata qytetarë nuk po kërkojnë mas nej me ufshi që ato dhona, policia më falë, që ato dhona. Faktikisht... Ata i publikojnë, po nuk i fshin më pas. Po, faktikisht, pikrisht, kjo e drejtë si që specifikuar me drejta për të harruar jo lind atyve qytetarëve, por që ne me Policinë e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme edhe me Prokurorinë e Kosovës jem tu bisedu që këto dhona më publiku në mënyrë sa më pak, sepse ata qytetarë në mënyrë të drejt për drejt apo në mënyrë të tërthart një ndikon në jetën e tyre, sepse presumimi pafajësisë është deri në momentin e vendimit të gjykatës. E çka mund me bënë këtë rast qytetarë që ju kanë publiku këto dhona nga ana e policisë? Fotografia, emri, mbiemri, vendi ku ka lind. Faktikisht, ata qytetarë, këtë rast Prokuroria e Shtetit, bashkëpunim me Policinë thirrën në interesin publik, për shkak që ata qytetarë nuk mund të thjesht institucionet nuk kanë mund t'i kapin dhe lypet interesi publikut, por është fakt që ka shumë dhona që janë të publiku, qoftë edhe për raste shumë të vogla minore që Policia e Kosovës i publikon. E drejta aty në qytetarëve, nëse mendojnë që ju kanë keq përdorur dhonat e tyre personale, edhe lindë drejta për ankesë në Agjenci për Informim dhe Privatësi. Për sa kohë e trajtoni një ankesë tillë? Faktikisht, Agjencia për Informim dhe Privatësi në kuadër të trajtimit të ankesave për mbrojtje të dhona personale, maksimumi është 13 ditë trajtimi një ankese, por që kryesisht trajtohet në një fazë shumë më shkurt. A duhet me konë jurist për me dërgu ankesë apo? Jo, çdo kush i cili mendon se ju kanë keq përdorur dhonat e tij mund të bëjë ankesë për vete. Edhe mund vetëm me një paragraf mund ta shkruaj, por që normal që duhet edhe të bashkangjet një lloj dëshmie që ato dhona ju kanë keq përdorur. Por që çdo kujna i lindet drejta qoftë në mënyrë përmes platformës, për faqes të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, por edhe nëse nuk mundet, mund marrë në zyrat të Agjencisë për Informim dhe Privatësi me bë ankesën. Por kryesisht ankesat janë online.